Shpesh fëmijët bëjnë dhimbje barku, mund të jetë e vazhdueshme, mund të jetë vetëm natën, vetëm ditën, mund të lidhen ndonjëherë para, pas ushqimit, mund të jetë në një formë teke, kapriço. Kur duhet të shqetësohemi? Normalisht unë kam bërë një video më përpara në lidhje me dhimbjet e barkut për të diferencuar në momentin që kanë urgjenca, që do thotë që duhet të jetë një bark i fortë, duhet të jetë një lokalizim për një apendisit, duhet të jetë gjendje përgjithshme jo e mirë, dhe patjetër kërkon vizitë menjëherë me mjekun për t'u ekzaminuar dhe për t'u vlerësuar. Por kur barku është i butë, pra ti e prek dhe barku është i butë dhe gjendja e përgjithshme është e mirë. Pse janë këto dhimbje barku? Normalisht ju të gjithë thoni që janë parazitët, por në fakt jo. Nuk ka lidhje me parazitët, ose më saktë nga 100 e ca sëmundje që mund të ketë barku, normalisht parazitët janë shkaktarët e fundit. Kjo dhimbje zakonisht në pjesën ndërmuese të fëmijëve lidhet me mënyrën e ushqyerjes. Pra, ushqyerja është një nga gjërat më themelore të fëmija. Nëse fëmija juaj ha kryesisht gjëra që kanë bazë brumi, tipit makaronat, ose nëse ha shpesh oriz, ose nëse është një dietë e cila është e kufizuar në lidhje me frutat me perimet, jo se është faji juaj, por normalisht është fëmija e cili kufizohet dhe nuk arrin dot që të haj, atëherë normalisht këto kanë përmbajtje goxha të lartë karbohidratesh dhe duke shkuar në zorr thithin glukozën, sheqerin, thithin dhe ujin dhe japin fryrë të zorrve dhe dhimbje barku. Ndonjëherë mund të shoqërohen edhe me konstipacion, me kapsllëk, pra fëmia me zi del jashtë. Si mundet ta zgjidhim? E di që është një sfidë, por ushqyera duhet të jetë nuk do të synojmë që fëmia të na hajë sasi, por duhet na hajë cilësi. Pra mos u mërzisim nëse ai nuk e ha të gjithë pjatën. Mjafton ai të hajë një sasi të vogël, të cilët ketë vlera sa më të mëdha ushqyese. Pra të mundoheni që aty të keni proteinat e mishit, proteinat që merren nga bulmeti, nga djathi, nga veza, nga qumshi, nga kosti, gjiza, sa më shumë fruta, sa më shumë fibra në mënyrë që i marrim nga perimet, në mënyrë që të lidhim gjithë vlerat nutricionale, vlerat ushqyese që ka nevojë trupi si i fëmijëve dhe i të rriturve, në mënyrë që të kemi një arshitje të mirë, që mos kemi vështirësi, dhe në këtë mënyrë shmangim dhimbjet e barkut. Ndonjëherë prindrit me ose pa dëshirë bien pre të themi e fëmijëve të cilët me kapriço dhe tekat e tyre duan që të hanë edhe shpesh gjëra të gatshme të ambalazhuar, të tipit të lëngjeve të frutave, ose patatina, ose tipi croissantëve, të cilat kanë përmbajtje dhe goxha dhe më të lartë sheqeri dhe janë dhe një farë armiku për traktin ton tretës, dhe më pas në momentin që ai ka dhimbje, ka shqetësime, atëherë fëmia është i plogësht, fillon anemizohet, është i lodhur, pra krijohet kështu si një rreth vicioz. Do ju rekomandoja të mundoheni që të rregulloni mënyrën e ushqyerit, pra ajo është themeltare dhe shumë e rëndësishme. Mundohuni që të jepni shumë herë dhe nga pak ushqimet dhe të mundoheni jo sasi, po cilësi. Ju përshëndes.